Deklarata e fortë e Kellyt për Gjesti. Pas prajmit të fundit në Big Brother VIP Albania, Kelly ka bërë një deklaratë të papritur gjatë një bisede me Rozanën. Ai tregoi se Gjesti i kishte thënë dy gjëra që nuk i pëlqyen, ndërsa shtoi se në një moment ai kishte fikur mikrofonin dhe kishte shpërthyer në sharje. S'më lejnë me dal, thoshte Gjesti sipas Kelly, duke lënë të kuptohet për një situatë të tensionuar që po kalon brenda shtëpisë. Ky rrëfim pritet të ndezë edhe më shumë debatet mes banorëve dhe të sjellë reagime nga publiku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.